Ta është të dashur me që ndojme dhe informatat të tjera me ju vëtëm nga edicioni lojmeve, pra nga si që ka ndodhë në rajon dhe në botë, por fluasim pak edhe për botën e showbizit, pra një tem tjetër që e diskutojmë, e që po mundohemi të mbajmë të informuar çdo të premte, bashkë me Uratën që kemi në studio. Mirëmëngjes, Uratë. Mirëmëngjes, Agnesa. Mirë se na ke ardhë dhe me çfarë lojme na ke ardhë. Atëherë nësot po filloj me një qift mjaft dashur për publikun, e cila është Klea Huta dhe Eligi Doda, cilët kanë ngrej dyshime se janë ndo. Pse ka ardhë kjo? Kjo ka ardhë prej, se do më thoni kam shi postimet që i kam bashkë edhe postimet e dasmës tëmve. Do më thonë këta e martune që shortë e vitit 2023, po qëka është dëshyrë që ka ma interesante është se këta martesën e tëmve e kam bërë në ditën e lindjes së djalit të tëmve. E tash i kam shi krejt postimet me njani tjetrin që i kanë, po vetëm Klea i kam bajt do imazhe me djalin e tëmve. Vetëm me djalin? Dhe jo me këngëtare? Jo. Po që, do më thonë, po për flite që këta janë ndo, po dyshja, do më thonë, nuk kanë dorë me, as të kanë pëhu, as nuk kanë mëhu këtë lajmë që po qarkullon në përjetës sociale. Fansat janë ata të parët cilët zakonisht i vrejnë këto detaje, për shkak se janë kryesisht në profilet të tëre, duke parë që se ka diçka të re, ose që se ka ndryshu diçka, edhe kryesisht ata të cilët mundën me ditë edhe ma tepër detaje për jetën e tëre, krahas edhe intervistave, besoj kam vrejt diçka. E pash edhe një ditë këtë lajmë, nuk e di me qënëse dhe qifti ende nuk është se ka bërë diçka publike, ose që se ka dhe një intervist, ka pohu, ose ka më urët këti lajmë, andaj besoj jemi edhe ne dhere në pritje në të kësaj përgjigje, për ndryshe kështë si qift, dhere me ta nësoj kam po, unë edhe në intervista, edhe në foto dhe në atë se që ka shfaqet në rjetët sociale, janë duk shumë të lumëtër, edhe janë duk se kanë shku ashtu me njëri tjetërin. Por si do qoftë, se cilë e dinë se qka është ma e mirë për ta, edhe për qiftin në këtë rast, edhe për fëmijën, me qënë së është i përshirë edhe në i fëmijën mes, besoj ata e marrin vendimin e duhur. Po, e kur jemi tek fonca, që thë që foncat i vrejnë shtu sen, gjithë shka se i përket ata që ata i pëlqejnë, Rita e kanë vrejtë, më thonë sen, të Rita Ora dhe të Yllimani që e kanë bo follow njani tjetrin. E këta s'kanë qenë ma herët follow, a? Jo. Në më thonë tash gjatë kësa javeve që kam bëfullo njani tjetrin, e në më thonë rjeti pozien që rësojnë na, që në më thonë këta s'pedin ave si kolege kam bëfullo njani tjetrit, apo ndo një bashkëpunim me njani tjetrin, që mbitë të shihet. Uroj që të shihet sa më shpejt, dhe sidomos tash në festat të fund vitit kemi diçka, kemi dëshirë me në gjallë dhe pak edhe këtë ritme në kështu, sidomos tash në fund vit kemi dëshirë me pa diçka të re, projekte të reja e ku ka ma mirë se mes artistëve shqiptarë, këtë rast Rita Ora me famë botërore, por edhe Yllimani që ka marë për masa mjaft gjera, jo veç në Kosovë, edhe ma tej, Yllimani si këngëtar është mjaft i dashur për publikun, si artist më përgjësi, jam të e mendu çfarë bashkëpunimi kështë mujtë me dalë. Po dhe nëse që këshim bo një bashkëpunim në zoni Yllimanit, stili Rita Orës, më thonë shko një fani për... Një mekë mirë. Të shojmë në qëfar etapa mundemi me i po këta bashkë, apo munden me qenë vetëm follow, për shkak se njën dhe besoj, ma mërmendja që edhe Rita e një pa tjetër që po edhe Yllën, andaj ndoshta veç ka qenë që është kohë të rësa janë bërë edhe follow, për shkak se kanë mjaft shumë fansa, është ndonjëherë shpesher edhe ndaluar, ose nuk mund është për shkak të disa restriksioneve që janë atë në rrjetet sociale me bo më tepër follow ose jo, me pas ndoshta ndjekës në këtë rast ne për shprehje follow, po themi ashtu në këtë gjuhën, në gjuhën angleze edhe për rrjetet sociale, po kuptohet, do thotë me ndjek njëri tjetrin, me pas, me dal postimet, me dal storjet e ndryshme, edhe me qenë në kontakt me njëri tjetrin, edhe përmes të rrjetit social, pra, po bëhet fjallë për Instagram. Po, në Instagram. Presim atëherë. Dhe çka tjetër? Sot, do më thonë, është 31 tetorim, është festa e Halloweenit, ku, do më thonë, tash mujna me i pritë, se qka yjet ndërkombëtar, po edhe vendor, qka mujnë mi pas ato kostumet e tyre për Halloween, po diçka që është interesante, është se do më thonë, përveç që janë këto vibes, abedin të frikshme, këta edhe po e kthejnë me një mod,
dhe më thonë sa i përket Halloweenit, po veshen me make-up dhe më thonë ma dramatik, dhe më thonë e bojnë edhe personazheve të filmave, hala nuk është... E sjellën tamam në forma të dura. Pra jo veç me lyj diçka se bus më tepër ose me qenë diçka më e frekshme, por nëse e zgjedhin një personazh, shkojnë prej fillimit deri në fund. Unë me sa po i shoh fotot për ndryshe, nuk më ke shku mendja me qenë ndoshta kreative deri në këtë pikë, ose janë vesh ndonjëherë për këtë festë, me qujtë për këtë datë, po që kur i shohem nga buta showbizit që ka bëjnë. Në Kosovë ma pak, po ka fillu për mdo këtë aurot. Po, në Kosovë, bile Fatmir Spahio, në Instagram, dhe më thonë, që kina mujtë me po që Albin Kurti e ka kandidu për minister. Po, e kam po ati që ka një postem. E ta është si ka marrë, dhe më thonë, krejt votat, e ka shkru që këtë Halloween për të mu vesh si minister. Në më thonë, e ka këthi në humor. Në humorin e ti. Për Halloween du me u vesh si minister. Kom pa qanë, ka dojnë pak edhe nga roli i ti edhe du në diçka tjetër në një kostum që mundet me qenë kostum i ministrit. Interesante. Me so e din nga arena ndërkombëtare, Heidi Klum është ajo që e fiton çdo herë dhe kështu e mban këtë trofej çdo vit për kostumet më të mira, më kreative, edhe shpesh herë ka ndodhur që edhe nuk e ka njoft Heidi Klum, do të thotë vetë publiku e pashtu edhe personazhet e tjerë të famshëm nuk e ka njoft Heidi Klumin aq mirë që është paraqit me kostumet të saj, aq mirë është fsheh prapa maskave dhe krejt asaj që e ka pas. Madje edhe e di që përgatitet gjatë tërë ditës kur bëhet pastaj nata për këto festa edhe parti të ndryshme ndoshta që organizohen nga të famshmet. Heidi Klum vazhdon. Bash po du me ditë si cili personazh do tjetë është Heidi Klumi, po pres. Te këta, dhe më thonë të VIP tonë, shqiptarë nuk është se kemi po ndonjë veshje apo kostum, po këta ndërkombëtarë veç kanë fillu prej Paris Hilton, ajo e ka bo në ndonjë veshjes të Britney Spears. Pak edhe janë gjashme disi, shpesh që përzi, të dyja. E dhe më thonë, këto e vrejnë edhe njeri, dhe më thonë kreativitetin që mënët me pas një huaj, dhe më thonë një VIP me makijazhe, kostume të ndryshme. Urat, po besoj që kemi me i po anime qënë se foljem edhe për Halloweenin, do të të për natën e shtrigave që është njët në Kosovë, po ashtu kemi përgatitur edhe një material që nga të regën krejt zanafilën e kësaj date të shënuar, kësisoj me maska, me fantazma, ndoshta edhe me personazhe ma të lezetshme, diçka ma e qetë, ma e bukur për fëmi, qikat e vogla kanë qef me qenë princesha, kryesisht ato i shohen për këtë ditën, ndoshta djemë sikur superherojnë, herojnë të ndryshëm. Kjo ndoshta e jep këto të na ma tepër. Për ne të rriturit jemi ma të qetë edhe veç që për cilën fëmit. Kështu që të ne diri tash është kësisoje, përveç diri të këgjuajtja me vesë që ka eskalu në disa rastet dhe në disa vjetë më parë, uroj që si vjetë mos kemi gjërat të tila, por si do të qoftë, ne do të ndjekim një material se qysh ka fillu, nga ka ardhë kjo festë pagane, do të qysh filloj, në cilin vend filloj, dhe cilat ishin maskimet e para, e pastaj çfarë për masa more edhe në botë. Faleminderit shumë për këtë pjesë, takojmë pastaj javën e ardhshme me informata tjera nga bota e showbizit. Ne tani ndjekim këtë material edhe rikthehemi përsëri në studio.